Gjatë konferencës për shtyp në Vlorë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ju përgjigje dhe intervistimit të gazetares së televizionit 6+1 Vlora Ebrieta Maçaj, lidhur me masat e marra ndaj zinxhirit drejtues të policisë. Në pyetjen e saj, gazetarja ngriti shqetësimin mbi atë që perceptohet si veprim me dy standarde nga ana e Policisë së Shtetit, duke kujtuar se policia kishte arritur të parandalonte për shkallëzimin e situatës në aeroportin e Vlorës, ndërsa në Zvërnec nuk ishte ndërhyrë në kohë. Ajo kërkoi gjithashtu informacion nëse strukturat vendore të Policisë së Vlorës mbajnë të vetme përgjegjësinë për ngjarjen, ndërsa vendimarrjet mund të kenë ardhur edhe nga nivelet më të larta. Në përgjigjen e tij, drejtori i përgjithshëm theksoi se Policia e Shtetit funksionon mbi bazën e përgjegjësive individuale dhe institucionale, duke shtuar se hetimi nisur do të analizohet në detaje nga veprimet dhe mosveprimet e çdo niveli drejtues. Ai nënvizoi se askush nuk do të bëhet mish për top, por se çdo përgjegjësi do të përcaktohet mbi bazën e fakteve dhe provave, të cilat do të dalin nga hetimet administrative dhe nga procedurat në vijim. Nuk percepitoi protesta tek aeroporti, sepse Policia e Shtetit ishte atje, por percepitoi në Zvërnec. E njëjta polici, sepse kam përshtypjen që shpesh herë duket sikur policët në fakt po bëhen ai mishi për top, le të themi, se nuk ka mundësi një polici e mësuar në protesta me ngjarje të tilla të jashtëzakonshme nga videot që keni parë dhe ju, dhe nuk ka pasur dhe nuk ka reaguar menjëherë. Pra më duket e çuditshme se është okay që le ta shkarkojmë drejtorin e policisë, le t'i shkarkojmë komisariatet të gjitha, por a jeni ju në fakt edhe një njeri i cili duhet ta mbroni integritetin, dinjitetin e kësaj policie që patjetër ka urdhra mbi krye? Kur ka një mospërmbushje të theksuar të detyrës dhe siç e keni parë në ato pamje të tmerrshme, është e pamundur dhe ne mos të reagojmë dhe është e pamundur që ne të mos marrim përgjegjësitë tona. Por rasti konkret nuk ishte ai 2-3 javë më parë në Zvërnec, mendoj që policia aty ishte pothuajse inekzistente dhe për këtë arsye janë marrë këto masa. Patjetër që punonjësin e policisë e mbrojnë me shumë fanatizëm atë që sillet mirë dhe ndershëm me qytetarët, atë që punon sipas standardeve dhe sipas zbatueshmërisë së ligjit. Sipas drejtorit të policisë, qëllimi i masave të marra nuk është gjetja e fajtorëve me çdo kusht, por garantimi i standardeve profesionale, si dhe rikthimi i besimit të qytetarëve tek Policia e Shtetit. Drejtori shtoi se ai ka detyrimin të mbrojë punonjësit e ndershëm të policisë, por njëkohësisht edhe të mbajë përgjegjësi çdo efektiv apo drejtues që nuk përmbush detyrën sipas ligjit.